Nëse flasim për pjesën profesionale, definitivisht për mu ngelet që nga momenti kur më kanë ftu, deri në momentin kur e kemi përfundu si projekt, ka qenë një magji në vete, le të them kështu. Momenti kur më kanë ftu apo më kanë përzgjedh t'jem pjesë e aplikacionit parë të gjuhës shqipe për njerëzit e verbër në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Edhe veç kur e mendoj se zani më vazhdon ende dëgjohet apo t'ju shërben njerëzve të cilët kanë nevojë, për mu ngelet kjo një nga gjërat më të bukura që më ka ndodhur në profesionin tim, në jetën profesionale. Historia është shumë e dhimbshme sepse ne si gazetar na rastis shpesh që dalim në terren, të bojmë anketa me njerëz edhe kam vrejtë se gjenerata e re nuk e kuptojnë rëndësinë e kësaj, nuk e kuptojnë as rëndësinë e një ankete që mund të bëhet në rrugë. Një rast i fundit që e kisha me disa student të një nga universiteteve më të shquara të vendit tonë, desha t'i pyes për një protestë, se pse kanë dalë në protestë. Thjesht ishte një mendim kritik mbase të cilin ata kishin mund më ma dhanë, por fatkeqësisht nguruan të flasin edhe për mu kjo është shumë e dhimbshme, sepse gjeneratat e reja po harrojnë se edhe një fjalë, edhe një video insert, edhe një ngjarje që transmetohet në televizion është histori që ne kemi ekzistu, edhe nëse fëmijët tanë nesër do të dojnë ta shohin se okay, pse pas ke dalë këtu me protestu, s'do të ketë pamje, s'do të ketë njerëz që janë deklaru, s'do të ketë rini që kanë folë. Kështu që për mu si gazetare, misioni im, apo ajo që unë du ta lë trashëgimi pas meje është historia, qoftë ajo edhe e kronikave që unë kam, se sot e shoh sa vuaj unë gjej pamje në kohën e ish Jugosllavisë për shembull, në lagjen ku kam jetu. Është shumë e vështirë t'i gjej ato pamje dhe më dhem shpirti që nuk janë, sepse e di që kanë ekzistu njerëz, kanë ekzistu prindët e mi, si pika e parë, gjyshi, babgjyshi, por pamje nuk ka. Edhe për mu, kamera, mikrofoni janë një trashëgimi, edhe fjala sigurisht, janë një trashëgimi apo një histori që unë dua ta lë pas meje sado e vogël qoftë ajo.